Ky është radiostacioni online dhe po ndiqni fleshin informativ të orës 10. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar shkarkimin e zëvendës ministres së mjedisit Diana Beko pasi figuronte debitore e energjisë elektrike për shtëpinë e dytë në Velipoj. Burime brenda kryeministrisë thonë se shuma e debisë ishte modeste, por kjo nuk e ka ndaluar Ramën të kërkojë largimin e saj të menjëhershëm nga qeveria. Mësohet se në kryeministri është ngritur një ekip i posaçëm që të ndjek në kohë reale verifikimin e hollësishëm që OSHE po i bën me urdhër të kryeministrit çdo librezë të punojësve të shtetit. Diana Beko erdhi në detyrën e zëvendës ministres pasi u rreshtua me Partinë Socialiste në listën e deputetëve të Shkodrës si prurje shoqërisë civile. Të gjithë të vetëpunësuarit në bujqësi, të cilët kanë kontribuar në skemin e sigurimeve shoqërore për vitet e mëparshme, mund të kryejnë pagesat kontributive deri më 31 dhjetor dhe mund të përfitojnë nga falja e kamatvonesave nëse i shlyejnë ato në kohë. Në lidhje me përfitimin nga amnistia, ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Erion Velia, ka shkruar në Facebook se të vetëpunësuarit në fshat po përfitojnë nga amnistia për të blerë periudhat e pasiguruara. Ditë më parë, ministri Velia u shprehur se deri më 31 dhjetor të gjithë të vetëpunësuarit në bujqësi kanë mundësinë të sigurojnë vitet e pasiguruara me vlerën atyre viteve edhe për më tepër, pa paguar kamatvonesë. Në ngjarje e rëndë është shënuar sot paradite në Selit të Tiranës, ku një krye familjar dyshon se ka vrarë 2 persona në banesën e tij. Burime paraprake nga policia konfirmojnë se 2 personat e vrarë janë grabitës. Pronari i banesës që ka qelluar në drejtim të viktimave ka bërë me dije për policinë se 2 personat ishin futur në shtëpinë e tij me qëllim grabitjen. Forcat e shumta policie në vend ngjarje po hetojnë për zbardhjen e mëtejshme të krimit. Kryeministri i sapo emëruar i Kosovës Tisa Mustafa është zotuar të martën në një takim me ambasadorin e Shqipërisë në Prishtinë, Qemal Mingjozi, se qeveria e re e Kosovës do të vazhdojë fillimin e bashkëpunimit me qeverinë shqiptare. Kryeministri Mustafa ka konfirmuar se po punon që në tremujorin e parë të vitit 2015, qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë të mbajnë mbledhjen e radhës të përbashkët. Praktik kjo që ka nisur që nga qeveria e kaluar. Në takim me ambasadorin Mingjozi, Mustafa ka falendëruar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për rolin e qeverisë së tij në ndihmë të Kosovës. Vetëm 4 ndeshje dënim do të vuajnë tifozët e Tiranës për ngjarjet që ndodhen në ndeshjen me Elbasanin në stadiumin Elbasan Arena. Komisioni i apelit ka vendosur për të ndryshuar vendimet e marra nga Komisioni i Disiplinës pas incidenteve në ndeshjen Elbasani Tirana. Komisioni i apelit ka reduktuar nga 6 në 4 ndeshje pa tifozë jashtë kryeqytetit për Tiranën, si dhe ka anuluar gjobën për 2 milion lekësh të vjetra të dhënë nga disiplina. Ky ishte fleshi informativ i orës 10, ridëgjohemi në edicione të tjera.